Në Shkodër është zhvilluar një aktivitet prezantues për radioamotirizmin në kuadër të ditës botërore të këtij sporti, me qëllim njohjen më të gjerë të tij në publik. Presidenti i Federatës Shqiptare të Radioamotirizmit Florian Gjonaj tregon se radioamotirizmi mundëson komunikime dhe kur sistemet normale bien përmes antenave dhe pajisjeve speciale. Sot është dita botërore e radioamotirizmit. Pra, si sot para 101 vitesh është themeluar organizata botërore e radioamatorëve, edhe çdo 18 prill festohet kjo ditë. Është sport, veprimtari tekniko-shkencore, edukative, edhe ndihmë për komunitetin në rast të emergjencës civile. Kur gjitha sistemet e tjera bin poshtë, për arsye të stuhive diellore apo tërmeteve apo fatkeqësive natyrore, radioamatorët komunikojnë me njëri tjetrin përmes antenave, baterive, nuk kemi lidhje me internetin, s'kemi varësi nga sistemet e tjera, komunikimet e tjera. Mjafton një radio e thjeshtë, mënyra më e thjeshtë e komunikimit është me telegrafi, kodin Morse, megjithatë edhe me foni, me mikrofon, ose me mënyra digjitale ku transmetojmë dhëna në shpejtësi të lartë, është i mundur komunikimi. Ai tregon se komunikimi në distancën më të largët ka qenë lidhja me Zelandën e Re në mbi 18.000 kilometra distancë dhe një rast konkret ndihmë në Theth, ku komunikimi radioamator ka ndihmuar në koordinim. Distanca më e largët është Zelanda e Re, është mbi 18.000 kilometra distancë. Amerika e Jugut, Amerika e Veriut janë zakonshme, Europa janë fare të zakonshme, Japonia nuk kemi probleme. Ndërsa një fatkeqësi, një ngjarje që ka ndodhur para shumë vitesh, ishte në Theth, pat një ngatresë, radioamatorët ishin poshtë edhe një operator lajmëroi organet e policisë në Shkodër përmes radios, përmes një radioamatori tjetër. U njoftu ambulanca që i doli përpara makinës me të plagosurin. Në atë kohë, në atë zonë nuk ishte fare telefoni, telefona fiks, radio tjera. Edhe radioamatorët bëjnë të mundur këtë komunikim. Gjonaj u shpreh se radioamotirizmi nuk është ende shumë i njohur në Shqipëri si sport, ndaj kjo nismë në Shkodër synon të rrisë interesin e qytetarëve për këtë fushë, duke e prezantuar më afër publikut dhe duke nxitur pjesëmarrjen e të rinjve.